Ky emision do të jetë në YouTube për shumë vite. Më thuaj një emër të njërit për futbollistëve që besoj pas sot jam 13 vjeçar, 14 vjeçar, pas 6 vite, 7 vitesh do të jetë protagonist në tek vllaznia të patën. Unë kam 2 emra, te ekipi jam kam shumë emra, por ndoshta e kam siklet me përmend emrat, por kam kapitenin Danin, që është U14, është edhe një lojtar të U16, Xheka. Për mu, këto 2 futbollista jam I bindur, ose ma që shofën të futboll, janë 100% futbollista që duhet mu ba për vllazninë. Kanë tiparet dhe dëshirën të gjithë dhëntit për të bërë futbollist. Çdo gjë i kanë, çdo dhënti, çdo gjë I ka fal Zoti për mu ba futbollista, atesh është dëshirën e tyre me punu. Dhe duket se Shtupina vlerëson ato lojtarët e ekip e repartit sulmues. Po, janë duke qenë se edhe vetë keni qenë lojtar ofensiv. Po, janë lojtarë që mundën më bë këta që kanë karakteristika që mundën me ecë përpara, por kam edhe 2 qendërmbrojtësa të U14 që kanë shumë cilësi të mira, edhe aty pres shumë të ata 2 që mundën më bë futbollistat mirë, plus edhe portieri.